Banka Tregtare Kombëtare në 10 vjetorin e privatizimit të saj vjen me një paketë të re, zgjidhje elektronike bankare. Në këtë paketë përfshihen risi teknologjike si internet banking, mobile banking, shërbimin top-up dhe për herë të parë në Shqipëri me prima kësta. Në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i BKT deklaroi se të gjitha këto shërbime vijnë për të ofruar lehtësira për të gjithë klientët. Ürünlerimiz arasında internet bankacılığı, produktet e bankingut elektronik që përparaqiten këtu janë produkte që nuk kanë ekzistuar më parë në Shqipëri dhe sot janë në një nivel shumë të lartë se ato të nivelit ekzistues. Në fjalën e tij, kryeministri Sali Berisha siguroi se qeveria shqiptare do të mbështesë gjithnjë risi të tilla. Banka Kombëtare Tregtare feston 10 vjetorin e saj në një sukses të madh, në një 10 fishim të kapitalit të saj. Rritje më të shpejtë se kjo nuk ka shënuar në një bank tjetër në rajon ose me gjërë. Banka Tregtare u shdrua në një mbështetse të fuqishme të zhvillimit të ekonomisë shqiptare. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, i cili u ndal në konsolidimin e sistemit bankar në vend. Tashmë sistemi bankar shqiptar paraqitet i shëndetshëm, solid, i mirë kapitalizuar dhe likuid dhe i gatshëm jo vetëm të kreditojë ekonominë, por njëkohësisht të lehtësojë një gamë të gjerë produktesh në mënyrë që t'i përshtatet sa më mirë globalizimit ekonomikës botërore. Banka Tregtare Kombëtare deri tani numëron 67 deg, 12 prej të cilave në Kosovë dhe ka rreth 1.48 miliard dollar asete.